Përshëndetje të gjithëve, mirë se keni ardhur në bibliotekë. Mësime nga një jetë shekullore është një libër nga filozofi francez Edgar Morin. Unë kam ftuar në studio për të folur për kthyesin Ilia Lëngun. Zoti Lëngu, mirë se keni ardhur. Mirë se jeni gjeta. Është ky libër një pasqyrë e një reflektimi të thellë mbi njeriu, mbi thellësinë e njeriu dhe mbi botën, që rrethon mbi jetën e tij. Është në fakt janë mësime nga dikush që është 104 vjeç. Pra, pikërisht mësimet e një jete prej një shekulli. Nuk janë mësime që i vlen vetëm njeriu që i ka marrë ato përmes përvojave të ndryshme. Janë mësime që i vlen kujdo, çdo lexuesi. Do flasim për këto mësime, do hyjmë në thellësi, në detaje të caktuara, por në fillim dua të di se kush është Edgar Morin, i cili na ofron këto përvoja. Pse në fund të fundit përvojat e këtij janë disa përvoja që duhet i marrim në konsiderat? Edgar Morin është një emër shumë i njohur në Francë. Dhe megjithëse ai aktualisht, siç e thatë edhe ju, është një moshë të thyer, madje shumë të thyer, në korrik të këtij viti ai mbush 104 vjeç dhe zakonisht në këtë moshë njeriu mezi lidh dy fjalë, kurse në rastin e Edgar Morin kemi vërtet një përjashtim, si për në radhë parë, ajo që na intereson dhe ne për thellësinë mendore, ashtu dhe për shëndetin e tij fizik, sepse ai deri kohët e fundit ka mbajtur ligjërata, ka qenë shumë aktiv dhe nga përvoja e tij e gjatë, shekullore, ai përmend ka qejf të thotë dhe shekullare, e ne do t'i kthehemi këtij mbiemri, si të thuash, përse është shekullare, ai ka vjel në radhë parë për veten e tij, nga përvoja e tij e gjatë jetësore, po dhe nga një jetë e mbushur plot e për plot, si në jetën e tij private, po ne na intereson më shumë në jetën sociale. Ai ka qenë gjithmonë një njeri i angazhuar që në kohën në vitet 30 ai filloi të angazhohej në lëvizjet qytetare dhe mori pjesë në rezistencën antifashiste. Pra ka qenë komunist. Ishte edhe komunist për një farë kohë dhe kishte thellësinë mendore që të shkëputej shumë shpejt, është nga të parët që u shkëput, dhe më pas të gjithë këtë rrugtim ai e ka analizuar në një libër që ka pasur jehon, që ai e quajn autokritik. Dhe ky libër, unë e kam paraqitur në një nga numrat e gazetës Koha Jon diku në vitet 90, në parathënien e tij ai flet gjatë se si shumë të tjerë edhe ai u mashtrua dhe ai thotë që nuk jo vetëm u mashtrua, po dhe gaboi në zgjedhjen e tij në atë që në besimin në idealin fantastik të shekullit të 20 që ka qenë ideali komunist që tërhoqi. Të ndalojmë pak këtu, Ilia, sepse më vonë e kuptoj që ishte gabim, në fakt, gjatë kohës së luftës botërore. Me kë duhej ai, pra çfarë kuptoi ai, në cilën anë duhej të rreshtoj? Pikërisht në rezistencën franceze ishin si forcat nacionaliste të udhëhequra nga De Gaulle, ashtu edhe forcat komuniste që dhanë kontributin e tyre të pamohueshëm në rezistencën franceze. Pra qëllimi ishte kundër fashizmit, kundër nazizmit. Ai s'mund ta pranonte as si ideologji, as edhe faktin që vendi i tij u pushtua nga forcat naziste. Atëherë pse bën autokritik kur ai ka bërë gjën e duhur në momentin e duhur? Autokritikën ai nuk e bën që u angazhua në rezistencë, ai e bën në atë besim si dhe të tjerët të pakushtëzuar që pati në idealin komunist, që nuk ishte aq i kthjellët sa ta kuptonte që në fillim, që mbas këtij ideal ishte iluzor dhe ai asnjëherë nuk u jetësua, nuk Ama ishte një ideal që në një moment caktuar kishte vlerë të përqafohej, dhe ky nuk është gabim, se do të flasim pak për ato gabimet që ne i kuptojmë pak më vonë. Sigurisht në vetvete
mbas idealit komunist është ëndra për një shoqëri ku të ketë më shumë drejtësi, më shumë dignitet për njeriu, ku të mos ketë poshtërsi dhe mizori ndaj më të dobtit dhe në vetvete nuk ka se si të mos të tërheq një ideal i tillë. Prandaj ai e ka quajtur ideali fantastik. Por ajo që Edgar Moreni nxori si mësim nga kjo përvojë ka qenë atë që ai e quajti besimi i pa kushtëzuar, që të çon në atrofi, në verbëri mendore, dhe ti beson pa vënë në dyshim vlerat e vërteta ose pasojat e vërteta të besimit që kudoherë duhet të ketë edhe vështrimi kritik dhe dyshimin që a është vërtet ashtu siç pretendohet që është, apo siç thot ai më pas, me gjithë përpjekjet njerëzore dhe shnjerëzore që u bën ky ideal komunist asnjëherë nuk u jetësua. Dhe të gjithë i dim pasojat, po shekulli 20 mori pjesërisht edhe fytyrën e atyre shoqërive që besuan në këtë ide. Historia e shekullit 20 nuk mund të njihet pa edhe këtë përvojë që si në Bashkimin Sovjetik, ashtu edhe në vendet e lindjes, apo edhe në Kinën e Mao Zedongit, kudo ku u mendua se do të ndërtohej një shoqëri sipas ideve të Marksit, të Engelsit dhe të Leninit. Mirë, a ka lidhje ky libër i shkruar, që autori e shkruan në moshën 100 vjeçare, me periudhën e Covidit? Dhe nuk e ka fjalën thjesht për kohën, pra për kohën që na i krijoi të gjithëve, periudha e Covidit dhe karantinës, por ka fjalën për konceptet që ndoshta i ka ndryshuar ose ndoshta nuk i ka ndryshuar ai moment i rëndësishëm në historinë e njerëzve. Mendoj që është një përkim i pjesshëm, se në atë periudhë patjetër që ai pati edhe më shumë kohë, u shkëput nga ato angazhimet e tij të shumta, po pandemia e Covidit bën pjesë në një nga idet që ai e mbron vazhdimisht, që ne kemi hyrë, njerëzimi ka hyrë në një botë pasigurie dhe të papriturat, siç që epidemia e Covidit ishte një e papritur. Edgar Moreni i mbajt idesë që njerëzimi duhet mësohet, dhe çdo njeri duhet mësohet me të papriturat që kanë ndodhur dhe do të ndodhin vazhdimisht. Dhe kështu ishte edhe me epideminë e Covidit, dhe sipas pastaj rrethanat në të cilat ndodhet, njeriu ndeshet dhe përballet me të dhe përpiqet që të gjejë edhe zgjidhjet më të mira të mundshme. Ajo që më ka bërë përshtypje në këtë libër, se sigurisht është rrëfimi një përvoje, por nuk është thjesht rrëfimi një përvoje, është një gëshetim i asaj që autori ka përjetuar në mënyrë të drejtë për drejtë, në kontakt me realitetin, dhe gëshetim pra me dijet, me leximet e pafundme. Mirë, po më ka bërë përshtypje jo kur autori referohet filozofisë, po kur i referohet letërsisë. Pra i shpesh e merr në konsiderat, e merr si shembull letërsinë, poezinë. Kam parë shumë filma western, thot, sepse dhe filmave i referohet her pas here. E kjo më thotë ndërmend atë konfliktin midis poetit, po e quaj kështu, dhe filozofit. Gjithmonë filozofët kanë menduar që janë një stad më i lartë, pra në fundit poetët, letrarët, pra shkrimtarët thrillojnë, shpiken, kurse filozofët më tepër e studiojnë natyrën njerëzore, thelbin e njeriut. Sa serioze është marrja në konsiderat nga një filozof i letërsisë, i trillimit në fund të fundit? Krahas referencave filozofike, siç e përmendët ju, Edgar Moreni për shembull përmend shpesh që Montaigne dhe Blaise Pascali, filozofët iluminist, filozofët gjerman, Kanti, Hegeli, po edhe Marksi, kanë ndikuar në formimin e tij. Por ai e shpreh hapur që edhe librat e shumë që ka lexuar vazhdimisht kanë ndikuar në formimin e tij, romanet. Për shembull, ai përmend dy autor rus në mënyrë të veçantë, Dostojevski në parë, po dhe Tolstojin. Te Dostojevski, thot ai, e ka tërhequr
mënyra se si ai hyn aq thellë në shpirtin njerëzor, në kompleksitetin e qenies njerëzore. Pa që filozof gjithsesi. Dhe sigurisht e ka dhe atë përmas, po të gjitha përvojat përveç leximeve, ati i kanë interesuar, për shumë ai ka shkuar kur ndodhen ngjarjet e majit të 68-s në Francë, ai ishte në zemër të ngjarjeve të tyre, po kështu në një bashkësi. Ajo që ai e quan takimet ose kontaktet me historinë, pra i ka qenë i pranishëm her pas here në momente të rëndësishme. Gjithçka, muzika moderne e ka interesuar, është një mendje e hapur që përpiqet të hyjë në të gjitha zhvillimet e botës së sotme dhe patjetër pastaja ai ka synimin e vet që duke u thelluar në të gjitha zhvillimet e botës sonë, të nxjerrë edhe ai pastaja përfundimet e tij si studiues, si filozof. Kur i referohet letërsisë, sigurisht që ai përmend shkrimtar të jashtëzakonshëm të gjitha kohërave. Ama kjo mua më bën të mendoj që letërsia në fakt nuk fillon dhe mbaron tek ajo përmasa hedonistike që ka, pra nuk është thjesht për argëtim, është për reflektim. Padyshim edhe pse shkrimtarët në fakt nuk t'i japin përgjigje, po nganjëherë dhe filozofët nuk t'i japin përgjigje përfundimtare për gjërat, për realitetin, për jetën. Po, patjetër që në letërsi pjesa e trillimit është shumë e rëndësishme, po çdo shkrimtar patjetër që në një mënyrë ose në një tjetër do të fusi brenda veprave të tij edhe përvojën e tij vetjake, dhe përvoja e tij vetjake i ka mësuar atij shumë gjëra dhe vetë në këtë përvojë ka hyrë lexime të tjera dhe nga çdo lexim, përveç kënaqësisë artistike, përfton pastaj edhe njohje të veçanta për këtë ose atë fushë të jetës dhe njeriu në këtë mënyrë përgatitet edhe ai vetë. Çdo lexim është një derë e hapur për ta njohur më mirë botën në të cilën jeton. Shkruan Edgar Morin, historia njerëzore është relativisht e kuptueshme a posteriori, por gjithmonë e paparashikueshme a priori. Pra, edhe kur ndodhin gjërat, edhe pas përvojave, ne e kemi kuptuar deri diku relativisht. Aq më pak është e mundur që ti parashikojmë gjërat, pra që ti dim gjërat përpara se ato të ndodhin. Atëherë ç'kuptim ka përvoja, ç'kuptim ka reflektimi mbi të shkuarën tonë, mbi përvojat tona, mbi leximet, ç'kuptim ka ky libër në fund të fundit. Ndoshta unë mund t'ju dukem sikur po shpreh një lloj krize ekzistenciale, po mendoj që shpesh njerëzit bëjnë këtë pyetje, pse kanë kuptim reflektimet? Po ka sigurisht se qoftë edhe për një nga idet që ai e mbron vazhdimisht që historia njerëzore është një aventurë e jashtëzakonshme, thot ai, e cila nuk ka qenë asnjëherë e programuar, asnjëherë s'ka qenë drejtvizore. Ajo ka pasur vazhdimisht të papritura. Dhe Edgar Morin i biles mbron një tezë të tij që ajo që shpesh duket sikur është e pamundur të ndodh, e pagjasa, me fjalën l'improbable, e përdor shpesh këtë fjalë ai l'improbable, ka ndodhur në histori dhe do të ndodhi sërish. Atij i pëlqen për shembull të përmendi dy ngjarje historike ku e papritura, ku historia ka marrë kthes ndryshe nga sa pritej. Në shekullin e 5 para erës së re, thot Edgar Morin, perandoria gjigante perse sulmoi Greqinë dhe demokracinë e parë, djepjen e demokracisë dhe të filozofisë dhe ishte e pagjas që Greqia të rezistonte një perandorie gjigante si Persia e asaj kohe. E megjithatë, Greqia doli nga dhimbtare dhe historia do të kishte qenë ndryshe nëse Persia do ta kishte pushtuar Greqinë në shekullin e 5 para erës sonë. Nuk e dim, përdesë nuk ka ndodhur. Më afër nesh ai përmend pastaja se si në vitin 41
në 2 ditë fati i botës ndryshoi, thotë, në mënyrë të papritur. Pra e papritura, e pagjasa, ka ndodhur dhe do të ndodhë gjithmonë. Dhe ai përmend kur ushtrit e Hitlerit ndodheshin para Moskës dhe rrezikoi marrja e Moskës, sigurisht edhe fundi pastaja i rezistencës ruse, ndodhen të papritura, ndodhi tërheqja e ushtrisë ruse nga fronti i lindjes, sepse Japonia nuk e sulmoi Bashkimin Sovjetik në Siberi, ndodhi sulmi në Pearl Harbor dhe Amerika hyri në luftë dhe ushtria e lindjes Zhukovi ndërmori kundër ofensivës dhe në 2 ditë në fillim të dhjetorit, 8 deri në 10 dhjetor, ka ndryshuar fati i luftës dhe ai këtë nuk e ka si fantazi, ai e mbështet dhe nëse Hitleri do të kishte sulmuar 1 muaj më parë, thot ai, jo në qershor Bashkimin Sovjetik, po në maj, gjëra do të kishin ndodhur ndryshe. Sepse e zun edhe kushtet atmosferike që në mënyrë të papritur përkeqësuan pastaj esurinë fitoret e ushtrisë gjermane dhe pastaj patjetër që filloi rënja dhe dështimi i ofensivës naziste. Ajo që dim me siguri është që gjërat do të kishin ndodhur ndryshe, por se si ndryshe, këtë nuk mund ta themi dot. Kohët e fundit, për shembull, kemi dëgjuar dhe Trumpin thotë që francezët do kishin folur gjermanisht. Ai e thotë në një mënyrë shumë brutale, një gjë të tillë se rezistenca antifashiste. Ata u përpoqën, ata nuk rastësisht që ata flasin frëngjisht. Pjesën e vet në mundjen e padyshim, prandaj dhe ndodhin të papritura. Bashkimi Sovjetik nga një vend që dha kontributin maksimal për në luftën kundër fashizmit, sot sulmon Ukrainën. Është një papritur që askush se kishte menduar. Ilia, Edgar Morin, kur përmend të papriturën, ai e ka fjalën për raste të caktuara, për momente të caktuara, Jo. Apo për faktin që jeta është një papritur e madhe? Po, dhe gjithkush duhet të jetë i parapërgatitur, mësou, e ka si deviz, mësou me të papriturën, thotë ai. Gjithmonë dhe gjithkujt do t'i ndodhin të papritura në jetën e tij. Asnjëherë nuk mund ta programosh ti jetën tënde në një mënyrë të saktë dhe të rrept, edhe kur ti mund të kesh një karakter të fortë dhe një vullnet të hekurt, patjetër që do të ndodhin të papritura, qoftë për anën shëndetësore, duke filluar edhe nga ajo, askush se di se mos ketë një ndodhi të papritur për veten e tij ose për të afërmit e tij që ndryshojnë jetën e njeriut, po pastaj në kontekstin shoqëror ku ti jeton, gjithmonë do të ketë të papritura. Sigurisht që të papriturat në rrafshin kolektiv, ose të njerëzimit, dhe në rrafshin individual. Dhe dua të rrim pak tek përvoja individuale e Edgar Morin, për jetën e tij private dua të flasim. Ai thotë, kam qenë një bir i keq edhe një baba i keq. Mirë po, kur bëm pyetjen, a kam qenë ai njeri i mirë, nuk thotë që kam qenë njeri i keq. Ama dhe kur thotë kam qenë, kur flet për pjesën e mirë, domethënë, ai e jep përgjigjen të paplot. Pra kapet mbështetet disa detaje. Thotë, di që jam zemër mirë, nuk jam i lig dhe nuk mbaj mëri, nuk jam agresiv. Pra, karakteri im në përgjithësi do të është i pëlqyeshëm. A ka një përkufizim për njeriu e mirë? Pra çdo të thotë ti je njeri i mirë, a mund të jesh absolutisht i mirë? Edgar, mbas gjithë këtyre që ju përmendët, sigurisht është dhe modestia e tij që e dallon Edgar Morinin, që duke qenë një personalitet kaq i pëlqyer përgjithsisht, dhe një njeri përsëri dhe si njeri shumë i pëlqyer në të gjitha rastet kur ai shfaqet në publik, dhe ai mbetet shumë modest, niset dhe nga fakti që asnjë jetë nuk është e përsosur dhe askush nuk është. Ne kemi dhe atë shprehjen që nuk ka frymor të përsosur dhe nuk ka pse të idealizohet që qenia njerëzore ka edhe anët e saj pozitive, po ka edhe gjithmonë është gjithmonë komplekse, e ndërlikuar dhe ai e nis nga familja e tij ku
rrethanat bën që ai humbi nënën kur ishte fare i ri, 10 vjeç, dhe pastaj marrëdhëniet me tjatin ishin të vështira dhe i u desh të çante vetë në jetë, të gjente vetë rrugën e tij, të vërtetat e tij. Ai shumë grasat kishte, çfarë do të thotë? Ai flet me një respekt të jashtëzakonshëm për gratë që ai që kanë shoqëruar gjithmonë nga një fragment, por për shembull njerëz që ka vdekur të tjerat janë njëra prej tyre ka vdekur, kurse me 2 të tjerat, sa ishte martuar 3 herë, kanë qenë evoluimet e mos pajtimet. Pra nuk ka të bëjë me pjesën e keqe të njeriut. As pak, ai e thotë që kam qenë një bashkëshort që ka dhënë dhe ka marrë dashuri. Dhe është ndarë gjithmonë në mënyrën më miqësore me bashkëshortet e tij dhe aktualisht ai bashkëjeton me një profesore marokene, ajo është më e re se Darmoreni, dhe është sigurisht më tepër një bashkëjetesë se sa martesë. Bashkëjetesë i desh më së shumti mendoj në këtë moshë. Ai do e mos ndjen nevojën që edhe të komunikoj vazhdimisht, mos jetë i tërhequr në vetminë e tij dhe asnjëherë si ka pëlqyer vetmia dhe për t'u kthyer pastaj ides që mirësia e mirëfillt, sigurisht teorikisht ajo ekziston, po gjithmonë në jetën e njeriut, ajo për ta kuptuar më mirë është sa herë që shmanget edhe ligësia, kuptohet më mirë siç kuptohet më mirë drita përballë errësirës. Duhet jenë të kundërta. Ajo merr më shumë vlerë. Dua të lexoj një fragment që më ka pëlqyer veçanërisht në këtë libër. Ndonjëherë më ndodh të përmbytem nga dashuria për jetën. Çfarë bukurie, çfarë harmonie, çfarë njësimi i thellë, çfarë plotësueshmërie dhe solidariteti mes qenieve të gjalla. Çfarë force krijuese për të shpikur miriada lloje shtazore dhe bimore të veçanta. Ndonjëherë më ndodh të përmbytem nga mizoria e jetës, nga nevoja për të vrarë për të jetuar, nga energjia e saj shkatrimtare, konfliktet e saj, si dhe nga ngadhnjimi i përhershëm i vdekjes. Pastaj, ja dal të bashkoj, të ruaj, të lidh pas gjithshmërisht të dy të vërtetat e kundërta. Jeta është një dhuratë dhe një barë. Jeta është e mrekullueshme dhe e tmerrshme. I ka të dyja, i ka të gjitha jeta. Midis këtyre të kundërtave, për cilët sapo folëm, a krijohet ekuilibri? Si krijohet ekuilibri? Krijohet, po është i përkohshëm, sigurisht, dhe njeriu duhet përpiqet dhe një nga idet e Edgar Morinit është se gjithmonë do të përplasen të kundërtat, janë përplasur vazhdimisht dhe do të përplasen, por është e mundur që dhe mes dy të kundërtave të gjendet një mënyrë e tillë ku të ketë më pak përplasje dhe më shumë mirëkuptim, pa e asgjësuar njëra tjetrën. Në konfliktin mes Izraelit dhe Palestinës, sigurisht ka dy të vërtetat kundërta. Dhe nëse ato përplasen dhe do të përplasen vazhdimisht, nuk ka asnjë zgjidhje. Atëherë e vetmja zgjidhje është që në të dy të kundërtat të ketë një mundësi mirëkuptimi ku secila palë të mos thotë që e vërteta ime është e vetmja e vërtet dhe ajo e tjetrit është e gabuar, po secila palë të lëshoj aq sa është e mundur dhe të gjendet një mënyrë për ta kapërcyer konfliktin. Dhe ai përdor, më lejo ta them dhe këtë, 3 emra të përveçura, 3 terma nga mendimi grek. Eros, Polemos, Thanatos. Dhe pas këtyre 3 hyjnive si të mitologjisë greke, ai thotë që është një interes, janë forcat përbashkuese dhe forcat shkatrimtare që përplasen mes tyre. Në mes është Polemos. Dhe është në interesin e njeriut që të jetë në krahun e forcave përbashkuese dhe jo të forcave shkatrimtare, edhe pse dikur, thot ai, kur universi të shpërbëhet,
fjalën e fundit e ka Thanatos. Janë forcat e shpërbërjes që Nuk e shmangim dot. nuk i shmang dot. Ndërkohë që përgjigjet, më kujtoja shumë e çuditshme. Po kujtoja që dje unë pyeta ChatGPT-n. Desha të dija lidhur me konfliktin midis turqëve dhe kurdëve. Ishte shumë e papritur përgjigje. Em tha kjo është një pyetje shumë komplekse dhe unë nuk mund të jap një përgjigje përfundimtare, pra një të vërtet përfundimtare, sepse në këtë rast gjithçka gjykohet nga këndi i shikimit. E më pëlqeu që s'kishte, pra nuk ma dha përgjigjen kaq të ftohtë edhe inteligjenca artificiale. Fati i keq mund të shndrohet në fat të mirë. Fati i mirë mund të shndrohet në fat të keq. Mbrapshtia mund të sjellë përfitime, fatkeqësia mund të jetë shkas për lumturi. Sërish e thot një filozof, e thënë nga një poet, do më kisha pëlqyer shumë. Sepse ndoshta do të mirë mundësinë edhe ta kundërshtoja. Kur e thot një filozof, si ta shpjegojmë? Po, sepse ai e ka si përsëri si bindje që njeriu nuk duhet ta shikoj fatin e tij si as si një bekim, as si një mallkim nga lart. Patjetër që në jetën e tij do të ndodhin gjëra edhe të pritura, edhe të papritura, dhe ai duhet jetë i përgatitur për të përballur me to, por sido që të jetë, ai nuk duhet i rresht asnjëherë përpjekjet e tij për ta ndërtuar fatin e vet me duart e veta. Këtu ai bashkohet një çik edhe me Albert Camus, mendimin e Albert Camus, që qenia njerëzore, thot Camus, ndryshe nga të gjitha gjallësat e tjera, kërkon që të mos jetë ajo që është, ose të jetë më mirë nga ajo që mund të ndodhet në rrethana të saktuara, dhe kërkohet që ta kapërcej veten e tij. Ta kapërcej veten pasi diçka e destinuar ndodh. Pa ai nuk e shmang dot atë diçka të destinuar që ka ndodhur. Po duhet gjej forcën edhe me vullnetin e tij të ecë më tej, ta kapërcej veten dhe në jetën e tij, prandaj dhe Edgar Morin i flet që fati i mirë, fati i keq nuk do të jetë gjithmonë fati i keq, ai mund të kthehet edhe në fat të mirë dhe do të ndodhin edhe të papritura fatlume, jo vetëm të papritura fatkeqe. Ajo e pagjasa që e përmendëm pak më parë, l'improbable, e pagjasa mund të ndodh herë për mirë, herë për keq në jetën e çdo kujt. Dhe çfarë mrekullie, sikur të na ndodh gjithmonë për mirë, të papritat e mira, dhe jemi gati t'i pranojmë, ato të këqijat pastaj. Dua të ndalojmë pak tek degradimi i marrëdhënieve njerëzore. Edgar Morin thotë se filluan pas luftës së dytë botërore. E mua më kujtoi shpjegimi që Morin bënte, më kujtoi pak një diskutim në kohën kur studioja për arkitekturë, se flitej shumë për ftohtësinë e marrëdhënieve njerëzore edhe në një pallat, banorët, komshinjtë e një pallati. Atëherë arkitektët, jo në Shqipëri kuptohet, filluan të diskutonin që t'i bënin shkallët e pallateve më të ngushta në mënyrë që banorët të mos kishin mundësi ta shmangnin njëri tjetrin, pa të ndalonin, të flisnin, të besidonin me njëri tjetrin. Nëse duket ky është një problem, pra kjo lloj ftohtësie, ky është degradim i marrëdhënies njerëzore. Si e shpjegon Edgar Morin? Shoqëria moderne për fat keq krijoi kushte shumë të mira, shumë komode materiale, por dobësoi po kështu për fat keq marrëdhëniet njerëzore dhe në shoqërinë moderne ka marrë përparësi anonimati. Qenia njerëzore ndihet e vetmuar edhe brenda një bashkësie njerëzore ku nuk arrin gjithmonë të krijojë ato lidhjet që dikur ishin shumë të përzemërta, shumë më dashamire me njëri tjetrin. Edhe ne po fillojmë ta ndjejmë këtë që me komshinjtë e vjetër vazhdojmë mbase të ruajmë ato marrëdhënie të dikushme, po me komshinjtë të rinj, shoqëria moderne ka favorizuar zgjidhjet sasiore
në dëm të zgjidhjeve cilësore. Dhe patjetër kjo është një mangësi që ndihet sidomos në shoqëritë e zhvilluara, se në shoqëritë Pra bota sot nuk është më e mirë se çka qenë? Në këtë aspekt sigurisht ajo ka humbur shumë nga vlerat themelore që e afronin njeriu me njerëzit mes tyre. Ilia, ishte shumë kënaqësi ju pata në bibliotekë dhe shumë kënaqësi që zbulova këtë autor. Faleminderit. Edhe unë ju falenderoj që ma dha këtë mundësi të flas për këtë filozof kaq të shquar. Dashur miq, faleminderit dhe ju që na ndoqët në këtë bisedë me përkthyesin Ilia Lëngu. Folëm për librin Mësime nga një jetë shekullore të filozofit francez Edgar Morin. Bashkë do shihemi sërish pas një jave. Deri atëherë, çdo të mirë.